Sali Berisha ka marrë një tjetër goditje ditën e djeshme pas saltros me primaret në Kavaj teksa vetë ndodhet në Napoli për takime me emigrantët. Pasi la jashtë më të votuarin e qarkut, Hysen Kadiun, dhe në vend të tij vendosi në listë djalin e Xhaxhait të ish kryebashkiakut socialist Elvis Roshi, drejtuesi politik i Kavajës Fisnik Qosja ju përgjigj ftesës së kryeministrit Rama dhe mori pjesë në një takim me tur operatorët në Vlorë këtë të diel. Ramos nuk i shpëtoi prezenca e Fisnik Qosës në takim, teksa e thumboi me disa fjalë. Kavaja kemi patur ca probleme me primaret aty, është kryebashkiaku këtu e përshëndes. E shoh që je turbulluar nga primaret. Po, me dy gishta sigurisht. Por themi ta bëjmë edhe Kavajën pjesë të këtij zhvillimi. 7 javë para zgjedhjeve, Berisha po merr mesazhin e qartë nga basioni i djathtë Kavaj, bashkia e së cilës drejtohet nga demokratët, por në zgjedhjet e 11 majit s'do të kenë përfaqësues të tyre për ta votuar. Kjo është hera e parë që Qosja del nga rreshti i Berishës dhe i përgjigjet ftesave të Ramës. Si kryebashkiak ai ka marrë pjesë edhe në takime të tjera me Ramën. Kryeministri ditën e djeshme zhvilloi një takim me tur operatorët, ku kritikoi mashtrimet dhe hilet që ata kanë bërë për t'u shmangur taksave. Bëni hile të madhe me deklarimin e netëve të fjetjeve, po ju japim mundësinë e para deklarimit. Nëse nuk doni kontrolle deri në maj, do të paguani detyrimin tek bashkia. Përgatituni, në 2026 nuk keni nga lëvizni se do fusin platformën e Visitors, tha Rama.